Allahu në Kur'anin famlar në dy vende na përmend këtë çështje. Për shembull, thot inna anzalnahu fi lejletin mubarakah në surën Dukhan, thot ne e zbritëm atë pra Kur'anin famlar në një natë të bekuar. Në fakt, kadër do të thot lartësim, pra ngritje, madhështi. Dy kuptime ka. Dhe kuptimi tjetër është përcaktim, sepse i madhi Zot Xhelleshanuhu pikërisht në këtë natë i përcakton fatët e njerëzve në jetën e kësaj dynjaje. Pra për vitin që vije, se si njeriu do ta ketë fatin e tij, se si do të sillet risku i tij në çdo aspekt jetësor për njeriu. Andaj dhe kjo kadër tregon përcaktimin. Dhe është që Zoti Xhelleshanuhu e ka zbrit edhe një sure të veçantë për natën e Kadrit. Ne e dim ku thot i madhi Zot Xhelleshanuhu Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Wama adraka ma lejletul Qadr. E ti, o njeri, çfarë mendon? Ç'është nata e Kadrit? Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Ne shpresojmë tek i madhi Zot Xhelleshanuhu që në natën e sonte, të cilën gjendemi, të jetë nata e Kadrit. Dhe ne me përkushtimin ton që e japim ndaj madhërisë të madhit Zot Xhelleshanuhu, me namazin ton që do ta bëjmë, me agjërimin ton që jemi pra ende në proces deri në kohën e iftarit, me dhikrin që e bëjmë, me madhërimin ndaj tij, ne shpresojmë që këtë natë pra ta kapim këtë shpërblim që Zoti Xhelleshanuhu ja ka premtuar robit e tij. Në fakt, ky nuk është vetëm një shpërblim, por gjithashtu është një sihariç që i madhi Zot Xhelleshanuhu e do robin e tij dhe atë e do pra që të jetë në xhenet në botën tjetër, por natyrisht në kundërvlerë që njeriu të përkushtohet në jetën e kësaj dynjaje për të madhin Zot Xhelleshanuhu.